Një pyetje më bëri një prej komentuesve, nëse unë kam 100.000 euro, t'i hedh në bursë, në stok, t'i investoj në kompani, apo në real estate. Në stok, zakonisht, rritja mesatare mund t'jetë rreth 10% në vit. Nëse ti investon 100.000 euro në stok, në fund të vitit ti do kesh në total 110.000 euro. Ti investon 100.000 euro, duke blerë një pronë 500.000 euro, ku 20% e tyre janë pjesa e parapagimit dhe pjesa tjetër përmes bankës, në fund të vitit, nëse ti ke një rritje përmes qeras dhe përmes rritjes së asaj prone, ti merr 50.000 euro fitim. Me vetëm 100.000 euro, ti ke marrë shumë më tepër se sa po t'investoje në bursë. Pra 10.000 euro në bursë dhe 50.000 euro në real estate. Njerëzit që mendojnë për paran në mënyrë analitike, investojnë gjithmonë në prona, të cilat jo vetëm mund t'i japin me qera, por edhe mund t'i lënë si kolateral, por nga ana tjetër edhe mund të rrisin vlerën e tyre. Tirana nuk është më ajo që ka qenë. Ajo po zhvillohet dhe çmimet po rriten dhe do rriten. Por cilat janë zonat në cilat ja vlen të investohet? Patjetër zona më e shtrenjtë e Tiranës që pritet të jetë do jetë Liçeni Farkës. Aty ku vilat dhe rezidencat më të mira po zhvillohen. Patjetër edhe disa elementë të periferisë si zona e Laprakës, apo nesër pas nesër edhe zona kombinatit. Komandimi për komentuesin do ishte ato 100.000 euro duhet i hedhësh në real estate më shumë se sa në bursë apo në stocks.